Parku kombëtar Divja Karavastan mbetet një nga destinacionet turistike më të veçanta në Shqipëri, frekuentuar gjatë gjithë vitit. Megjithatë, në sezonin veror, numri i vizitorëve vendase të huaj arritet ndjeshëm të tërhequr nga bukuritë e rralla natyrore që ofron kjo zonë e mbrojtur. Brenda parkut, kanalet ujore, urat prej drurit dhe shtigjet natyrore krijojnë një peizazh mbreslënës, ndërsa qetësia e lagunës fton vizitorët të eksplorojnë një nga ekosistemet më të pasura në vend. Divja Karavastaja është gjithashtu stre e shumë llojeve të shpendëve, mes tyre pelikani kaçurrel, flamingo dhe 10 specie të tjera shtektare, të cilat e kanë kthyer këtë park në një nga destinacionet më të rëndësishme për adhuruesit e natyrës dhe fotografisë. Rëra e artë, pylli me pisha dhe ujërat e kaltër të Adriatikut plotësojnë mozaikun e kësaj pasurie natyrore, duke i dhënë zonës një identitet unik dhe një vlerë të jashtëzakonshme turistike mjedisore. Parku kombëtar Divja Karavastan nuk është vetëm një destinacion për të vizituar, por edhe një pasuri që duhet mbrojtur e ruajtur në mënyrë që bukuritë e tij të trashëgohen brezave që do të vinë.